Është marrëdhënie juridike. O zotri, unë po të them që në kësot, për sa prova kemi sot në duar, për sa ne kemi mundësi të morrim informacione dhe të lexojmë, GKK-ja ka marrë një vendim të drejtë për pezullimin e funksionit të zëvendës kryeministres dhe ministrit të infrastrukturës. Nuk, po përkohshëm pra deri në 3 muaj e thot ligji përkohësisht. Dhe pjesërisht bile sot, nuk e ka pezulluar si deputete, po i ka pezulluar. Pjesa e dytë është pjesën në ligjit elektoral si deputete. Gjykata i ndalon përkohësisht të pandeurit plotësisht ose pjesërisht veprimtarinë që lidhet me to. Paragrafi i parë është për shërbimin publik, e dyta është për pjesën. Po shërbimin publik pra i ka pezulluar. Po pra, është se ka pezulluar për deputete, e tham 100 herë. Pra, për mua duhet shkojnë detyrë apo jo, sepse zoti duhet shkoj në momentin që është e zgjedhur. Marcela, o Marcela. Po pse ministri i shëndetësisë që nuk është e zgjedhur duhet zbatur ligjin ndryshe për atë? O Marcela. Më po të pyesur, ministri i shëndetësisë nuk është deputete. Tani merr vendim, më dëgjoj pra, merr vendim GKK-ja. Merë vendim GKK-ja dhe e pezullone. Ajo pezullone të s'është deputete. Ai vendim është i ekzekutueshëm. Kanë mërzira nga institucioni. Një sekond, kush është institucioni? Qili ministrave. Marcela. Dhe në momentin që i shkon ky vendim gjykate, është i ekzekutueshëm. Të lutem. Qeveria shqiptare me krye Edi Ramën, minimalisht. Edhe Kreshnikun. Minimalisht brenda 5 ditëve duhet të mblidhet edhe të marrë vendimin për të zbatuar vendimin e GKK-s. Vendimin e gjykatës shkallës parë GKK-s, se çfarë do vendosi gjykata tjetër për ta kthyer në detyrë, për ta hequr pezullimin, apo tjetër është tjetër gjë. Kurse zonja Balluku, që sot kur është njohur me këtë vendim të GKK-s, nuk ka të drejtë të shkojë sepse në zyrë për shumë arsye. Atë që tha me të drejtë zoti Ali Mehmeti, që tha pjesa më e dëmshme për opinionin publik është prononcimi i ekspertit inxhinierik të infrastrukturës dhe të shërbimit gjeologjik, që ka të bëjë me cilësinë e punimeve, që ka të bëjë me supervizimin, të lutem, me supervizimin dhe kolaudimin e veprës. Qeveria shqiptare e konsideron një investim të rëndësisë gjeopolitike, por unë di që tuneli Llogaras na çon në Bregdetin e Jugut dhe nuk na çon as në Kosovë, nuk na çon as në Maltëzi, nuk na çon as në pjesën e Maqedonisë që të ka të bëjë me gjeopolitikën dhe gjeostrategjinë. Pra çka do të thotë, të gjithë lojrat që los qeveria shqiptare për të argumentuar ndryshe, unë kam drejt të argumentoj përse banorët e Dukatit dalin dhe protestojnë se përveç se tunelit duan t'ju marrin dhe ujin, ta fusin tunelet dhe ta çojnë tek oligarkët, tek investitorët strategjik në Bregdet. E tjerë, hamencime ka sa dush. Por e rëndësishme është, SPAK-u në ngjarjen e tunelit Llogaras nuk do të hetoj ma vetëm politikanët. Por? Sipas dinis time, janë në hetim disa biznesmen preferencial, nëpërmjet të cilëve politikanët shqiptar kanë gëllaberuar plot 1.2 miliard euro vetëm 6 vitet e fundit. Sepse po nuk bëri preventivin e punimeve, mbi bazën e të cilëve paguhet paguhen parat e buxhetit shtetit, nuk mund të vjedhi politikani, nuk mund të abuzoj zyrtari i lartë, e tjerë. Dhe do të shtrihet edhe për biznesmenet që kanë bërë unazën e Tiranës, e cila nuk është ma unaz Floriri 14 karat, por është unaz Diamanti, që ka kushtuar jetën e shqiptarve. I njëjtë është tuneli, i njëjtë është rruga Arbrit, i njëjtë është loti rruga Ersekës, është superstrada Thuman Kashar, Leka e tjerë, që ka do të thotë që për këto do përgjigjet dikush një ditë. Belinda, ne nuk da ta kemi më Belindën duke hedhur valle me datë 9 maj, atje në sheshin Skënderbej, si udhëheqësja politike e qarkut nga Vjendzoti Sefa. Dhe unë gjej rastin ta ngushëlloj se nuk ka më koreografe. Ngushëllime, zoti Sefa. Ali Mehmeti.